Ndërsa lufta në Iran hyn në muajin e saj të pestë, Donald Trump është gjithnjë dhe më i frustruar që një konflikt që ai dikur mendonte se do të mbaronte brenda 5 javësh, është zvarritur pas një fund horizont, thanë zyrtarët administratës, citon Wall Street Journal. Disa nga këshilltarët e Trump tani shqetësohen se lufta, e cila ka rezultuar në çmime më të larta dhe vdekjen e më shumë se 1 duzinë ushtarësh amerikan, po e konsumon presidencën e tij dhe po dëmton perspektivat e zbeta të republikanëve në zgjedhjet e ardhshme të mesmandatit. Trump është përpjekur të ndalë luftën për muaj të tërë. Ai njoftoi një pushim në muajin prill, pasi kërcënoi të jepte fund të gjithë qytetërimit të Iranit. Në qershor ai tha se SBA-t e Iranit kishte nënshkruar një memorandum mirëkuptimi për të rihapur ngushëllisjen e Hormuzit, por periudhat e shkurtra të qetësisë shpejt i lanë vendin luftimeve të vazhdueshme. Presidenti, ditët e fundit thekson Wall Street Journal, është bërë skeptik se negociatat me Iranin mund të sjellin një paqe të qëndrueshme. Një zyrtar i lartë i administratës tha se Trump beson se vetmja gjë që Irani kupton është forca ushtarake, duke shtruar se ishte për një hakmarrje totale kundër Iranit. Presidenti theksoi burime për Wall Street Journal, sheh pak mundësi të mira përveç vazhdimit të sulmeve. Trump ka shprehur zhgënjimin me kryeministin izraelit Benjamin Netanyahu, duke u thënë her pas here ndihmësve të tij se nuk dëshiron të flasë me të ose të takojë me të. Izraelitët kanë kërkuar të organizojnë një takim midis Netanyahu dhe Trump, por ndërsa lufta vazhdon, Trump ka humbur besimin se SBA-t e Iranit mund të gjejë një zgjidhje diplomatike. Ai u është ankuar këshilltarëve se është të vështirë të dish se kush flet emër të udhëheqjes së lartë dhe sa që SBA-t mendojnë se kanë bërë përparim në tërheqjen e negociatave, Irani vazhdon sulmet e tij. Trump, privatisht dhe publikisht, i ka mbetur përkushtuar pikpamjes së tij se Irani nuk duhet të jetë në gjendje të ketë një armë bërthamore. Dhe ai u ka thënë njerëzve se mendon se mund ta thyejë vullnetin e iranianëve përmes një fushate agresive bombardimi, thekson media amerikane.